Sektori I hotelerisë dhe strukturave akomoduese në Shqipëri shënoi një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve përgjatë një viti. Raporti Instat, I cili krahason muajin shkurt 2024 me muajin shkurt të 2025-s, konstaton një rritje të numrit të vizitorëve me 29.9%. Vizitorët e huaj ose jo rezidentët udhëhoqën këtë rritje me 32.2%, ndërsa vizitorët rezident u shtuan me 26.4%. Net qëndrimet u rriten me 34.2%, duke u përkthyer në një qëndrim mesatar më të shtrirë në kohë të turistëve. Pjesa më e madhe e vizitorëve të huaj vinin nga Italia 22%, Kosova 16% dhe Gjermania 7%, të ndjekur nga Mbretëria e Bashkuar dhe Franca. Vlen të theksohet se zonat jo bregdetare pan një rritje më të madhe të vizitorëve të huaj, një tregues se destinacionet e brendshme po fitojnë terren. Hotelet dhe strukturat e ngjashme akomoduese mbuluan pjesën më të madhe të kërkesës, por norma e shfrytëzimit të dhomave mbeti e ulët, vetëm 16.5%, pak më poshtë se një vit më parë. Kjo tregon se megjithëse interesi është në rritje, kapacitetet nuk po shfrytëzohen plotësisht. Përveç mungesës së infrastrukturës dhe stafit të kualifikuar, sektori përballet edhe me një nivel të lartë informaliteti. Shumë struktura që ofrojnë akomodim nuk janë të regjistruara dhe nuk raportojnë të dhëna, duke krijuar një pasqyrë të pjesshme të tregut dhe duke vështirësuar planifikimin strategjik. Megjithatë, trendi pozitiv në kërkesën turistike vjen të tregojë potencial për një rritje afatgjatë që kërkon investime të qëndrueshme dhe një qasje të koordinuar.